sinqeriteti. Është kusht jashtëzakonisht i rëndësishëm, i cili shpeshherë edhe punën e pakt e bën të shumtë, dhe Zot na ruaj nëse ajo nuk ekziston, punët e shumta nuk kanë vlerë tek Allahu xhalleshanu. Prandaj Zoti kur ka treguar qëllimin e krijimit dhe qëllimin e jetës, thotë është Allahu xhalleshanu, ai që krijoi vdekjen dhe jetën, liyebluakum ayyukum ahsanu amala, për t'ju sprovuar juve se cili prej jush do të bëj punë më të mira. Dhe dietarët e kanë komentuar këtë fjalën punë më të mira. Cila është ajo punë që quhet punë e mirë tek Allahu xhalleshanu? Dhe kanë thënë puna e mirë tek Allahu xhalleshanu është ajo që është e rregullt nga pamja e jashtme, është korrekte dhe në përputhje me ato që na ka mësuar Zoti dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, por ka edhe një kusht tjetër që është kushti i brendshëm, ajo që është e sinqertë, ajo që është e pastër, ajo që është vetëm për qëllimin e fitimit të kënaqësisë së Allahu xhalleshanu. Këto janë dy kushtet e çdo lloj pune për të quajtur punë e mirë, e rregullt dhe korrekte sa i përket pamjes së jashtme, rregullave që ndiqen, por mbi gjitha të jetë e pastër, të jetë e sinqertë, të jetë e kulluar vetëm për qëllimin e fitimit të kënaqësisë së Allahu xhalleshanu.